Kosova, në përpresa jeme ne gjithmonë. Je shvirimtar, o mbi gjurmë lavdije, sa kër vjen maji, për ty qelë zambak. Kjo fjala shqipe, sa të pati hije, lam të miren e shkrove dhe flak. Shkrove dhe flak. O të lumë pushka, o rridhëm qazimi, komandant Kleshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu, janë tjekë rufë. Qasimi, komandant Kleshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu, janë tjekë rufë. Janë tjekë rufë. Të spëstohet, të mos të kamerë.
Flamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha ti duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qaj largohet, gjështë lindur tradhëtar, kush është burra nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Prej lufteve qaj largohet, gjështë lindur tradhëtar, kush është burra nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Lavdi. Të ndoshur, vëllezër dhe motra, që keni ardhur nga të gjitha troje teknike të kombit shqiptar, nga buletini i paqësisë, nga Vlora Ismail Qemalit, nga Deqiqi Del Xhellulit, nga Presheva Ridvan Qazimit, komandant Leshit, nga Beçani Haradilaje, nga Yjet e Gjakovet, nga Karadaku i Idris Seferit, nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Pra gjithë lumejt e njerëzve kanë mbytur si det sheshin e Gjergj Kasiotit Shkënderbeut. Kemi ardhur në këtë shesh për të protestuar në protestën e radhës pas Prishtinës dhe Hagës, organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s. Pra të gjitha organizatat në bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, Shoqatën Tirana dhe 10 shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me moton unë jam UÇK. UÇK. Unë jam UÇK. Liri për shkrimtarët. Jo patrici në emrin tim. UÇK. Edhe unë jam UÇK. Për të hapur të protest, kam ftuar kryetarin e shoqatës e organizatës e veteranëve të luftës. Ai është një personazh shumë interesant, që vërteton me spiri baladën e Gjergj Lezalis. Pra është me 30 operacione, me plumën trup, por ka qenë edhe kënë Hag. Hisni Guçati. Ka për këtë vitë mujtë. Të ndëruar vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni. UÇK, UÇK, UÇK. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi. Kadri Veseli, Kadri Veseli, Kadri Veseli. Recep Selimi, Recep Selimi, Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuar përfaqësues të media, të nderuar qytetarë të Republikës së Shqipërisë, qytetarë të Republikës së Kosovës, qytetarë anëkën shqiptar ku jetojnë dhe veprojnë. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojt luftën e shejt të ushtrisë shtirimtare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derdhur për njeri dhe për me mbrojt nderin e shtirimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu
se ka qenë ushtri qëllimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varët e dëshmuarve të kombit. E kanë dëshmuar bota në barë po në sytë e vetë krimet sërbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta, po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njëllos luftën tonë të shajt, të pasur për njeri, por ne nuk do të pranojmë këtë, nuk do të lejojmë me u përllos emri i komandantëve tonë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest Kjo protest nuk ka lidhje me politikën. Kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për njeri dhe shqirim. Nuk ishin kriminal, por pjetan të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hag janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqiptare të Kosovës, lavdi gjithë të shmorët kombit. Njeri për shqirimtarët tonë, Zoti e bekon popullin shqiptar, Zoti e bekon gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë, veprojnë dhe jetojnë. Vëllezër dhe motra, si që thash dhe në fillim, Komandant Artem Jashari, lavdi dëshmorët kombit, lavdi dëshmorët kombit, lavdi dëshmorët kombit, liri sa më shpejt për shqirimtarët, liri sa më shpejt për burrat e tokës dardane. I themi specialës, e një ndaj nga luftarët e luftrës shqiptare, 1, 2, 3 luftra. Shqiptarët bën luftra në tokën e tyre arbrore. Asnjë luftar nuk luftojnë në tokat e huaja. Ndaj, luftëtarët ose dëshmorët e kombit, një jetë të tërë për ne e gjallët, kurse ne të gjallët vetëm 1 minutë heshtje. Lavdi edhe njerë dëshmorët kombit, falënderoj shumë. Argan të lumë, vajlashën. Faleminderit. për këtë tokë jep shpirtin tëm, bashkë! Janë dhe baba den, për këtë tokë jep shpirtin tëm, den baba den, Për Kosovë ke shpirtin tëm, për Kosovë, për Kosovë, për Kosovë janë shpirtin tëm. UÇK! UÇK! Liri për shqiptar! Liri për shqiptar! Një komb UÇK! I gjithë kombi UÇK! Një komb një histori! Nuk ka komb kosovar! Kemi lidhur e vdesim shqiptar! Një komb një histori! Nuk ka komb kosovar! Kemi lidhur e vdesim shqiptar! UÇK, 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 UÇK! Liri për shqiptar! Liri për shqiptar! Betimi, si luftari luftën shqiptare të Kosovës,
Bektojmë se do të luftoj deri në ribashkimin e tokave shqiptare. Në qoftë se trajtoj luftën, gjaku im është i humbur. Ky ishte amaneti i shokëve tonë dëshmorë të dashur luftetar e gjithë pranishëm që jeni këtu. Lufta shqiptare e Kosovës, e Iliridës, e Preshevës ishin shqiptare. Prej të Mollë Kuqe deri Prevezën Çamëri. Kjo është shqiptaria. Falënderoj Shqipni, falënderoj Shqipni, falënderoj Shqipni. Uçaka! Uçaka! Liri për shqiptar!
këndon Kosova, në përpresa jeme ne gjithmonë. Je shtirimtar, o mbi gjurmë lavdije, sa her vjen maji, për ty qel zambak. Kjo fjalla shqipe, sa të pati hije, Kosova, në përpresa jeme ne gjithmonë. Je shtirimtar, o mbi gjurmë lavdije, sa her vjen maji, për ty qel zambak. Kjo fjalla shqipe, sa të pati hije, lam të miren, e shkrove me flak, e shkrove me flak. O të lumë pushka, o rridë vën qazimi, komandant Pleshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu janë djegë rufë. O të lumë pushka, o rridë vën qazimi, komandant Pleshi, jeme ne për jet. Ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu janë djegë rufë.
sheshit në një kënd tjetër. Se vjen një sinjali se tani nuk mundem do të kontrolloj. Jo, një lale se jam live. Dojnë dhe kalem në anën tjetër. Sepse doja shumë që në të cilë këndet ndryshme të sheshit. Dhe mendoj se ky është një kënd më i bukur tani. Që kënd me përshtatën për të parë arse se sinjali nuk është shumë i mirë. Besoj që na favorizoj. O vjen kushtrimi, o me gjanteres, o na to kohta gjele përën, o li koshani, po i thret presheves, a ke bura me na o kur me shqipet, po ku vendon nana, o dhe ylberi, po në bake tur, në prit drenice nga Dardana, vjen Ritvani me flamur, me flamur. O të lumë pushka, o në dëvan qazimi, komandant Leshi, jeme ne për jetë, ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu, jam pjegër u o të lumë pushka, o ridvan qazimi, komandant Leshi, jeme ne për jetë, ti e emblema, o e përjetësimi, në sytë tu, jam pjegër u o me tërnaca, po shpërthen jehona, e pikon mali, sot në zemrën ton, thërët Lugina, e këndon Kosova, në përbreza, jeme në gjithmon. Je shvirimtar, o mbi gjurmë lavdije, sa kër vjen maji, për ty qil zambak, kjo fjala shqipe, sa të pati kije, jam të mirem, e shkrove me flan, e shkrove me flan.
gëzimi, komandant Pleshi, jeme ne përjet. Ti e emblema, e përjetësimit, me sytë tu, janë djegru janë djegru Flora, e shoh, po ka që shmësi e sinjalit, shumë ngarkuar rjeti. Se jam live. Dojnë dhe kalojmë në anën tjetër të rrugës, sepse doja shumë që në të cilë këndët ndryshme të sheshit. Dhe mendoj se ky është një kënd me i bukur tani. Është një kënd me i përshtatshëm për të parë. Arse se sinjali nuk është shumë Saj proteste jeshtë bashkangjitur dhe nga Maqedonia e Veriut me ndryje sfiksin e qendresës Ali Ahmeti. Ato e kanë shkruar fushatën legjale, sepse është një fushatë të madhe, fushata kombëtare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. UÇK! UÇK! Liri për shqiptarët! Edhe unë jam UÇK! Një komb UÇK! Një komb një histori! Kë tubim është dhe në vigjilje
të lumturimit të shëjtores son, lapsit në dorën e Zotit, nën Terezës. Pra kemi dhe beklimin nga shkrupi Tartan, nga simboli jonë nën Tereza, në këtë kohë të lutesh ti për mua, të këvani nën Terezës. Dhe unë, për të ndezur atmosferën, do të ftoj një personazh që ka marshuar në mbar trojën shqiptare. Ai Vladin, marshi i UÇK-s! Luftës për çlirim të Dardanisë antike dhe për të drejtat tona në Maqedoninë e Veriut, ju bashkuan dhe shumë shqiptarë nga Shqipëria, që nga Tahir Sinani nga Malësia Gjakovës, Idrit Sara, komandant Kavaja, Skendilajt Lagami. Sigurisht për të folur në emër të familjeve të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keçi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Ata nuk janë kriminal, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyllë syt përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizat kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përsjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe në çdo cep të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s,
lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojës Kedilajt Llagami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit e UÇK-s, rrov Tirana me mikpritjes dhe bashkimit kombëtar, rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria. Këshilli organizativ i kërkoj koordinatorit ton, mikut ton Shkelzi Majdari, ta ftonte një figurë emblematike gati një shekull jetë. Dhe ai tha, nuk jam mirë me shëndet, por dhe në mbeksha aty do të vi. Presidenti Alfred Bojsiu. Dhe tani, presidentin do ta presim si t'i kahije. Dashur qytetar të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës dhe Marit të Zi. Të dashur bashkëpunës, sot jemi mbledhur këtu në zemrën e Tiranës. Jemi mbledhur për të mbajtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të hidhur zërin kundër padrejtisë, që po bëhet bile më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s që luftuan për lirinë e vendit. Në vitin 2022, me zotëllën Shakor, bashkë me presidentit Recep Bejdani, Bamir Topi, Becet Pasolli dhe ish kryeministin Pamiri Majkon ishin në Hagë, në vomat e parapërvirit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Persigin, Tahir Selim dhe Recep Selimi. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin fiksuar, por burra të fortë që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njëra të padrejtisë, po përpiqen të japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. E ndert konakut, askush s'po ndroket më. Po mirë, thua, vdekur janë, e harruan të trojën Suka Gjaku, thua më shkim burisja e mbyllur dera e konakut. Bota në tynet kalët. Kosova porongon. Peshojeni mirë të emër. Peshojeni mirë të varre. Kërkojnë hakmarrje, po? Hakmarrjen unë nuk e njija. Ma mësove ti, si qenë henjeri. Kur dasës mi hoqe flamurin, e qyqe, mi lej nuset e reja, këngën më dalin mbi djeba, e me përzore mira njerës. Janë mëkatet randa drushe, ku t'i qojnë, as të nesmit e lavdishëm, as rivina si si pranojnë, të vdekurit në varës rasin, ku është liria? Drenisa së rrit, ku është rinia? Rivina si rasin, ku është pavarësia?
demokracia, Europë, më i bukuri e vetës tënde. Po, pse shikon me sy, pse s'pe i herë me zemër. A i ke pyetur vetën ndonjëherë më Europë, po të vinte shkjau, ta bënde Londrën në grop, një lagjet e vetme, të di që në Roma, Paris, do rjeti pa qarë qiellin përmitis? Jo! Ti mund djegësh një fshat, mund shemresh një krahin, po një Kosovë të tërë nuk e shem dot. A mund të shembe të varu një kështjel shërimtarës që në themelë s'ka kur, por zemra kosovarës? Jo, kur Kosova jeton, Kosova gjallon, Liria ka emër. Dua të ju bëj një propozim publik, sepse përveç thirrjeve e bëritjeve tuaja duhen dhe aktet. Unë i propozoj publikisht Presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bajram Begaj, që gjepë që ndodhen në Hag të ndërohen me urdhrin e flamurit. I propozoj Presidentit të Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, që ndërojnë me titullin më të lartë drejtësia e kushtetuta. Gjithashtu dhe Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Malizi e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Preshevës. Pra, kjo të shmon se jemi një kohë e kemi një histori, raftu që kërë. Unë që ka, njëri për shmirëtarë, jo padrejtina në tim. Një popull që nderon herojt është i pavdekshëm. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. UÇK. Dhe tani do të ftoj një themelues i cili është arkitekt i paqes e strateg i luftës, që konfliktin e ktheu në bashkëtesë, është konstruktor i shtetit barazisë qytetare, harmonisë ndërfetare, bashkëtesës ndëretnike me orientim euro-atlantik në Maqedoninë e Veriut, i cili ka zermat e Mladiçit i ka bërë Universitet në Terezës, shtatorën e Gjergj Kasiotit Skënderbeu, siç ashtu e ka çuar në Shkup. Pra ai është vëllai jon Ali Ahmeti. Përdoshur poshtë luftar, bashkëpunëtor e advetar, invalid luftës, familja të dëshmorëve, dashur rësni, Gjavit, të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nëmë, na ke trajtue, na ke prisë, si nëna bi, dhe doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmuan në të gjitha gjykimet e deri sotme
nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Hagë. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmitë konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Por, vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë që pavetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe në marrëdhënien ndërshqiptare dhe djellin ndasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është aren për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është pushtë dhe fantazia tyre kriminale ka kaluar përtej imagjinatës njerëzore. Kanë zhvarrosur viktimat e varrosura në mënyrë kolektive për të zhdukur gjurmët e krimit. Por ne jemi këtu për të thënë, do që ndrojmë, sepse jemi një kom, një histori, s'ka me lojë me shqiptarët. Në Bastilje janë këtu. Të qenë pastriotës këllëtërë, ati kombit, simbolisht të trone kombëtarë. A i që u dhaqi shtetin e përqendruar Arbresh. Kam një mik si Kari nga Vlora. Toborneno. Ato këmtoj këtu në skenë. Nga Vlora Ismail Zemajlit. Do në përqilë Cavargje direkt nga skena. Ta presim me duar tërgjitje. Ku janë duar tërgjitje? Uqë ka! Lavdit e shmorëve të kombit. Komandant Tigri që nisi BTN nga Balësia Qakovës të Kosovë presher e Ran Vacinës të Macedonisë Veriut thotë, dëshmor apo jo, si të duani me quani, por amaneti vëllezër marruani, pra amaneti i komandantivit e gjithë dëshmorët lirisë ja gjemë tanë në Hagë. Liri për shlitarët! Uqë ka! Jo pa drejtësinë e orën tim! Protesta jonë nuk paron tu. Respekt e milioje për gjithë ata që kanë punuar gjatë gjithë këtyre ditëve për të realizuar këtë protestë madhështore. Rrogë të kombi shqiptar, rrogë Shqipëria etnike. Një kom, një histori. Një kom, një histori. E atëherë pra, unë do të përfundoj me poetin e madh Gjergj Sfifta. Ende s'ka mbaruar lufta. Sepse edhe betejë për paqen luftës, kam shqiptar, e mos qërshoj jo zemra, se kur se si s'ka një më thyre, se fort me rënd, e s'ka ma shkallë të trash, se kur i varet kryre, kam pra shqiptar kush ka ne mos moj shqiptar me met, shqiptar le të hrim dhe. Trima të u kërkes, si va jetën, dëshmuat se me shtrejt, se jetë atyre, se familje atyre, eshtë atëdheu. Pra, ne emër të atëdheu, sot të bëvë të gjithë bashkë. Atëdheu do tjetë me mbështetje të ushtarëve që ndodhë, të çlirimtarëve që ndodhë në Hagë. Liri për çlirimtarët! Liri për çlirimtarët! Unë ka! Faleminderit shumë! Respekt e milioje për të gjithë ju që keni marrëzuar nga gjitha trojet e kombit shqiptar për të ardhur këtu të sheshin Gjergj Kastrioti së të meu. Unë dua të përshëndes të gjitha institucionet e shtetit shqiptar që ishin në gatishmëri të plot që ne të
Liria